Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Të nderuar vëllezër dhe motra musliman, jemi në mësimin ton kushtuar edukatës, pra libri kushtuar edukatës, i shkruar nga prisi i besimtarëve në hadith, Muhammed ibn Ismail el-Bukhari, Allahu e mëshiroft dhe bëft nga banorët e xhenetit Firdeus, i cili ka lindur në vitin 194 mas hijretit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe ka vdekur në vitin 256. Allahu e mëshiroft. Jemi në temën e 110, ku thot Imam Buhariu, Allahu e mëshiroft, men sunia ilehi ma'rufan falyukafihu. Kujt i bëhet për jush një diçka e mirë, le ta kompensoj, le ta shpagoj. E ka sjell Imam Buhariu këtë temë duke parë argumentet e shariatit, dhe Allahu subhanahu wa taala thot në Kur'an, hal jazau l-ihsani illa l-ihsan. A është përblimi i bamirësisë vetëm se bamirësia varet vepra e mirë? Gjithashtu në një ajet, fa ahsin kama ahsana Allahu ilek, pra bëj bamirësi ashtu siç Allahu ty të ka bërë bamirësi. Pra, duke qenë se shpërblimi i mirësisë është mirësia, atëherë shariati ka ardhur që ne t'ja shlyejmë të mirën njerëzve kur ata na bëjnë ne një të mirë, me sa të mundemi. Dhe kjo nuk është vetëm për besimtarët, por kjo përfshin edhe jo besimtarët. Madje për jo besimtarët është më shumë për ne që t'ja shlyejmë, sepse është natyra njerëzore që kur dikush i bën një të mirë, sikur e robron atë. Prandaj shariati ka urdhëruar që njeriu të largohet nga robëria e krijesës dhe t'jetë kërkues dhe t'jetë që i lutet vetëm Allahut subhanahu wa taala. Dhe duke qenë se bëhet njeriu pak si më në nivel jo të pëlqyeshëm, atëherë e mira është që njeriu t'ia kthej krijesës dhe t'jetë vetëm ke krijuesi lutja e tij dhe nevoja e tij. Prandaj, nëse ka mundësi t'ia kthej nga ana materiale, shariati ka ardhur me këtë kërkesë, pra e kërkon robit që ai t'ia shlyej tjetrit. Po nëse nuk ka që t'i japi, atëherë ka ardhur zgjidhja që ta lavdroj, ta përmendi për mirë personin i cili i ka bërë mirë dhe të bëj dua për të, qoftë në të fshetë dhe gjithashtu qoftë edhe haptas. Dhe derisa ta shohi që me këtë që ka bërë
me duan e tij dhe me përmendjen e tij për mirë, e ka shlyer të mirën që i ka bërë tjetri. Dhe me këtë shpëton nga robëria e krijesës. Pra në kuptimin e asaj që është pak si më inferior ndaj tjetrit. Prandaj ka sjell Imam Buhariu hadithin e Xhabir ibn Abdillah el-Ansari, Allahu qoftë i kënaqur prej tij, ka thënë qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sunia ilayhi ma'rufun falyujzih bihi, fa in lam yajid ma yujzihi falyuthni alayhi, fa innahu idha athna alayhi faqad shakarahu, wa in katamahu faqad kafarahu, wa man tahalla bima lam yu'ta فكأنما لبس ثوبي زور. Atëherë thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kujt i bëhet për jush një e mirë, le të shpërblej për të, le të kompensoj, le të japi shpërblim. Dhe nëse nuk gjen çfarë të shpërblej dhe të kompensoj, atëherë le të lavdroj. Pra e tham që lavdrimi është ta përmendesh për mirë dhe të bësh dua për të. Sepse nëse e bën këtë, pra e thanau alehi, atëherë ti e ke falenderuar atë. Dhe nëse e fsheh, ke mohuar, pra ja ke mbuluar të mirën, ke bërë, fjala arabisht është kufër, dhe kufër është mbulim. E ke mbuluar të mirën që ta ka bërë tjetri, e ke mohuar. Wa man tahalla bima lam yu'ta, dhe ai i cili hiqet sikur me atë që nuk i është dhënë, ose prezantohet me atë që nuk i është dhënë, është si puna atij që është veshur me dy rroba të gënjeshtërta ose të rreshme. Dhe do ta shpjegojmë inshallah kuptimin e hadithit. Pra pjesa e parë është ajo që lidhet me temën tonë, që robi shikon pra që një e mirë i asjell Allahu nëpërmjet një krijese, një personi, një individi, atëherë detyra e tij është që t'ia shlyejë, t'i bëjë dha i mirë, t'ia kompensoj, t'ia shpërblej. Aleikum selam tullah. Dhe kjo është ajo që duhet për njeriu. Dhe nëse nuk gjen, atëherë veprimi që duhet të bëj është të lutet për të, është ta përmendi për mirë. Dhe ai që e plotson këtë lavdrim, këtë përmendje të mirë, ka ardhur në hadith, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, man sunia ilayhi ma'rufun faqala li fa'ilihi jazaka Allahu khairan faqad ablagha fi thana. Aleikum selam. Kujt i bëhet për jush një e mirë dhe i thot vepruesit jazaka Allahu khairan, Allahu të shpërbleft me të mira, atëherë ky ka arritur kulmin në lavdrim. Ka arritur kulmin në këtë fjalën arabisht që është athana, që është lavdrimi, është duaja, është përmendje për mirë. Pra nëse dikujt i themi jazak Allahu khairan, nëse s'ke mundësi t'ia shlyesh nga ana materiale, bëj dua për të. Por nëse thua këtë fjalë, që është një nga fjalët më të plota në këtë temë, ti thuash tjetrit jazak Allahu khairan, pra Allahu ta shpërbleft ty, sepse unë nuk mund dot të ta shpërblej për punën tënde, por Allahu ta shpërbleft ty me të mira, atëherë ti ke arritur kulmin, e ke plotësuar atë që duhet në lidhje me këtë person. Dhe këtu duhet kemi kujdes, sepse nëse përdoret fjala arabisht është mirë, por duhet që dhe ta shikojmë se disa njerëz për shembull nuk e plotësojnë fjalën
Arabisht, kur thua Jazakallahu, disa njerëz mjaftohen vetëm kaq Jazakallahu. Jazakallahu përdoret edhe Jazakallahu khairan, edhe Jazakallahu sharran. Pra Allahu të shpërbleft me të mirë dhe Allahu të shpërbleft me të keqe. Pra ky i thuhet një personit lik. Kështu që ti nuk duhet ta lësh fjalin që të nënkuptohet. Pra duhet ta plotësosh deri në fund, të thuash Jazakallahu khairan. Pra ta keni parasysh dhe jo që ta shkurtojnë si këta njerëz që e lejnë fjalin për gjysmë. Ose të thonë fjalë të tjera në gjuhën e tyre që nuk arrin në nivelin e kësaj, dhe ta dini që fjalët e sheriatit janë ato fjalë që janë fjalët e duhura që përdoren në çdo rast. Nëse njeriu do të përdorë një ekuivalent, duhet të jetë sa më afër me atë që ka urdhëruar Allahu dhe i dërguari i tij. Por kjo është fjalë e lehtë, kështu që çdo person ka mundësi ta mësojë dhe t'i thot vllajt ose motrës së tij Jazakallahu khairan ose Jazakillahu khairan. Sepse me këtë ka arritur që ta lavdrojë dhe të përmendi për mirë dhe ta plotësojë këtë urdhër. Sepse nëse ky e bën këtë, pra lavdron, atëherë ky e ka falendëruar. E ka falendëruar personin. Po nëse e fsheh, pra nuk e përmend tjetrin, duket në pamja jashtme sikur kjo e mirë nuk i ka ardhur nga kjo rrugë, duket sikur ky ka qenë i Zotit ta marri vetë këtë të mirë. Dhe kjo është një fshehje. Kjo është fshehje e të mirës së tjetrit. Kur tjetri të bën një të mirë, lavdroje atë, përmende për mirë, bëj dua, mos e fshi të mirën që e ke nga ai, pra. Dhe i thua njerëzve, mua më ka ardhur një e mirë dhe shkak për këtë është bërë filani, pra lavdroje. Sepse në këtë rast ke bërë mohim të mirave. Dhe ai i cili prezantohet tek njerëzit me atë që nuk i është dhënë, është si një njeri i cili ka veshur dy rroba të gënjeshtërta, rroba të rreshme. Dhe rrobat, siç e dinë ata që shkojnë në umre ose në haxh, është izari, pjesa e poshtme, dhe ridaja, pjesa e sipërme. Pra ky person është komplet i veshur me gënjeshtër, sepse është veshur dhe poshtë edhe lart me këto dy rroba që janë rroba të gënjeshtërta. Hiqet sikur i është dhënë diçka që nuk i është dhënë në realitet, pra këtë mirësi e ka për shkak të dikujt tjetër. Prandaj sheriati ka ardhur që njeriu po ashtu ka ardhur dhe kjo fjalë e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam ka ardhur në lidhje me një grua e cila donte të mërziste shoqen e saj, pra gruan tjetër të njëjtit bashkëshort, dhe i thoshte që ai më ka dhënë mua këtë dhuratë apo këtë dhuratë. Në realitet ai nuk e kishte dhënë. Dhe pyet pejgamberin sallallahu alajhi wasallam dhe i thot, ai person i cili e bën këtë veprim është sikur ai ka veshur dy rroba të gënjeshtërta. Pra nuk lejohet që njeriu të mburret me atë që nuk i është dhënë. Hadithi tjetër nga Abdullah ibn Umar radiallahu anhu ka thënë i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam, men ista'adha billahi fa'idhuhu wa man sa'ala billahi fa'atuhu wa man ata ilaykum ma'rufan fakafi'uhu fa in lam tajidu fad'u lahu hatta ta'lamu an qad kafa'tuhu. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kush ju kërkon ndihmë për Allahun, ndihmojeni atë, strehojeni atë. Dhe kush ju kërkon për Allahun,
jepini atij. Dhe kush prej jush i vjen një e mirë, atëherë shlyheni, kompensojeni. Dhe nëse nuk gjeni, atëherë lutuni për të, derisa ta dini që ja keni shlyer atij të mirë. Atëherë kuptimi i këtij hadithit është që kur një person vjen dhe kërkon strehim për Allahut dhe pra e përmend emrin e Zotit në këtë ta kërkon ty, atëherë për shkak të madhërimit të emrit të Allahut, njeriu duhet ta strehojë dhe duhet ta ndihmojë këtë person. Si për shembull, nëse vjen dhe thotë a'udhu billahi mink, pra unë kërkoj strehim për Allahut prej teje ose prej jush, atëherë duhet ta ndihmosh dhe ta strehosh. Kështu që ajo që neve respektojmë dhe madhërojmë është emri Allahut subhanahu wa taala. Dhe kur dikush vjen në këtë lloj forme, atëherë është për neve ndihma. Dhe gjithashtu në këtë temë është kush kërkon prej jush për hir të Allahut. Pra, e kërkon këtë për hir të Allahut, e kërkon me emrin e Allahut. Pra, kërkoj prej teje që për hir të Allahut ose për Zotin të ma japësh këtë gjë, atëherë jepjani atij. Po kjo nuk është rregull i pakufizuar. Pra jo në çdo kohë dhe në çdo moment mundet që neve ta realizojmë këtë. Për shembull, kur dikush kërkon haram, kërkon diçka të ndaluar, atëherë mos e jep atij, edhe nuk ka pse të kesh frikë se po bën gjuna atij, kur ai kërkon diçka të ndaluar, ose kur të kërkon një gjë që ti nuk mundesh dot. Edhe këtu nuk ke pse ose kur ai të kërkon një gjë që ti je nevojtar për të dhe familja jote dhe nuk mundesh dot, pra nuk mund të shkëputesh dot prej saj. Dhe ai ta kërkon, edhe këtu nuk është se ti e ke domosdoshme që ti japësh atij. Prandaj që njeriu nuk duhet ta vëj tjetrin siklet, që t'ja kërkoj një gjë, t'ja kërkoj në këtë lloj forme, sepse e di që po t'ja kërkoj në këtë lloj forme, atëherë besimtari do t'ja japi. Por ne nuk duhet të bëjmë të tilla kërkesa për ta vënë tjetrin në siklet dhe në vështirësi. Se ka njerëz kur kërkojnë diçka, e kërkojnë në këtë lloj forme dhe përmendin emrin e Zotit, ama kur i thuhet atij, kur i kërkohet atij në këtë lloj forme, ai nuk ta jep. Pra këto janë njerëz që bëjnë gjuna, Allahu ju zoft. Kështu që ne me këtë respektojmë dhe madhrojmë Allahun subhanahu wa taala. Dhe kujt prej jush i vjen një e mirë, atëherë le ta kompensoj, dhe nëse nuk gjen, le të lutet për të, siç e tham, derisa ta shohi, ta mendoj që ky e ka realizuar detyrën, e ka shpaguar, domethënë me lutjet e tij. Siç e tham, pra ajo që e plotson dhe ka arritur kulmin është fjala jazakallahu khairan. Tema tjetër, men lem yajid el mukafa falyad'u lahu. Kush nuk gjen kompensim, le të lutet për të. Nga Anas ibn Malik radiallahu anhu, muhaxhirët thanë, pra emigrantët, ata që erdhën nga Mekka në Medinë, muhaxhirët, thanë, o i dërguari i Allahut, dhahaba al-ansaru bil ajri kullihi. Ata ansarët, mikpritësit, banorët e Medinës, e kanë marrë gjithë shpërblimin. Qala la, thot jo. Ma da'awtum Allah lahum wa athnaytum alayhim bihi. Jo, thot, përderisa ju i luteni Allahut për ta dhe i përmendni ata për mirë, i lavdroni ata.
Muhaxhirët erdhën ke i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam kur pan bamirësinë e madhe që bën banorët e Medinës, ansarët. Ata i mikpritën dhe i dhanë përparësi atyre përpara veteve të tyre, siç e përmend Allahu në Kur'an. Dhe përveç se bën ndihmën, i dhanë atyre punë për të punuar, i dhanë atyre ushqim me pije, po ashtu bënin edhe vepra të mira. Atëherë muhaxhirët erdhën sepse ata ishin njerëz që garonin në vepra të mira. Donin që të merrnin shpërblim ka Allahu subhanahu wa taala dhe bisedat e tyre, po të shikonin nëpër hadithe, janë që rrotullohen në rreth këtyre temave. Prandaj ishin njerëzit më të interesuar që të afrohen ke Zoti dhe të marrin shpërblim sa më të madh ke Allahu subhanahu wa taala. Dhe kur pan këtë veprim të ensarëve, atëherë erdhën ke pejgamberi sallallahu alajhi wasallam për të kërkuar zgjidhje, duke qenë se ata ishin fukarej. Nuk kishin mundësi siç i kishin ensarët, dhe kur pan që ata po silleshin me të gjitha mënyrat e mira me ta, atëherë thanë, ata e morën shpërblimin, po neve, a kemi? Atëherë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam tha, jo, ju keni që nëse luteni për ta, bëni dua ndaj bamirësave tuaj, dhe i lavdroni ata, i përmendni për mirë, atëherë nuk ju humb shpërblimi, pra dhe juve keni shpërblimin e madh ke Allahu subhanahu wa taala. Pra, kur dikush të bën një vepër të mirë, ai merr shpërblimin ke Zoti, po kur ti e lavdron atë, kur ti bën dua për vllajën tënd që të ka bërë mirë, atëherë kjo është një nga mënyrat që të marrin shpërblime të mëdha ke Allahu i madhëruar. Dhe tema tjetër, thot Imam Buhariu, Allahu e mëshiroft, bab men lem yashkurin nas. Tema e atij që nuk falenderon njerëzit. Ka sjell hadithin nga Abu Huraira radhiyallahu anhu, nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, qal la yashkurillaha man la yashkurin nas. Nuk e falenderon Allahun ai njeri që nuk falenderon njerëzit. Tani, falenderimi i mirëbërësit është një vepër e kërkuar nga shariati. E kërkon shariati që ti t'i falenderosh mirëbërësit e tu. Mos jesh mohus, mos jesh mosmirnjos. Dhe këtë ta kërkon shariati. Kush bën, pra kush nuk e bën këtë gjë, në fe është i nënçmuar. Nuk është i lavdruar një njeri që është mosmirnjos, që nuk falenderon të mirat që i ka bërë tjetri. Tani, kjo fjalë shpjegohet në shumë forma. Fjala që thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, nuk falenderon Allahun ai që nuk falenderon njerëzit. E para, për shembull, sepse Allahu ka urdhëruar që ti falenderosh mirëbërësit e tu. Ti falenderosh ata që të bëjnë mirë ty. Dhe nëse ti nuk i falenderon ata, nuk e zbatuar urdhën e Allahut. Nuk e falenderuar Zotin me këtë veprim që ke bërë. Tjetra, kuptimi tjetër është se Allahu subhanahu wa taala ka bërë që të vi ty e mira nëpërmjet atyre. Dhe kur ti i falenderon ata, kjo është prej falenderimit Allahut. Pra ti po falenderon shkakun që Allahu azza wa jall e ka bërë që të vi ty mirësia. Gjithashtu një nga kuptimet e tjera është që kur njeriu nuk e ka natyrë të falenderojë dhe të jetë mirënjohës ndaj të mirave të vogla
që i vjen nga vllaja apo nga motra e tij, atëherë si do falenderoj të mirat e shumta të Allahut subhanahu wa taala. Wa in min ni'matin illa min Allah. Nuk është se pra çdo mirësi që ju e keni për Allahut, është për Allahut. Çdo mirësi. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dhe sikur juve ti numëroni, të përpiqeni të numëroni mirësitë e Allahut, nuk i mlidhni dot, nuk i numëroni dot, janë pa fundme, pa numërta. Kur ti nuk falenderon dot një mirësi të vogël që po ta bën krijesa, atëherë si do të falenderosh ti Allahun? Kur ti nuk e ke natyra jote e keqe që nuk i thu tjetrit faleminderit, atëherë kjo lloj natyre tregon që ti edhe me mirësitë e Allahut ti nuk do ta falenderosh. Prandaj që të gjitha këto edhe kuptime të tjera dalin nga kjo fjalë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kështu që nga këto hadithe që lexuam janë në temën e bamirësisë dhe neve duhet të jemi mirënjohës dhe falënderues ndaj çdo kujt që na bën një të mirë dhe të mos jemi mos mirënjohës, dhe me këtë ne kemi zbatuar urdhrin e Allahut madhëruar dhe kemi kënaqur Zotin e botëve. Ky ishte mësimi për sotëm, ishte i shkurtër, por mësimin tjetër inshallah do mundohemi që ta mbajmë pak më gjatë. Allahu është përbleft me të mira. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.